Dhe jemi ende prapë bashkëdashur mes, deri në ora 18 me materialet ndryshme. Unë paralajmërova edhe në fillim që në pjesën e tretë do ta kemi një artist i cili ka kontribuar shumë jo vetëm në dashurinë e tij për muzikën dhe pianon, por edhe për gjeneratat e ndryshme. Ai vetë personalisht filloi si 10 vjeçar pasionin e tij për pianon, duke ushtruar e duke qenë sot një pedagog në Fakultetin e Muzikës, por nuk i ka mjaftuar kjo. Gran Shujaku, i cili është mjeshtër i pianos, ka ardhur në publikimin e këtij libri që unë sot e kam në duar me 21 këngë të dashura për pianon. Partitura shpesh kanë pas mungesa me studentët nxënësit e shkollës së muzikës me këngë të cilat i vlerësojmë edhe janë qofshin ato nga më të vjetra tradicionale deri në zhandre të tjera, është munduar t'i përzgjedh nga të gjitha nga pak për t'i vendosur që t'i shërbejnë studentëve. Agron Shujakun e kam studio me mua, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi me të pas studio. Faleminderit për ftesën. Fillimisht të përgëzoj për librin edhe për këtë dhuratë kaq mirë që ju ke bërë studentëve dhe nxënësve të muzikës. Faleminderit. Ky libër ka qenë një ide e kahmotshme. Ndoshta jo për me realizuar një libër, po shpesh student ose thjesht ata që pianon e kanë si hobi, e kanë shpreh si mungesë pse nuk kena disa aranzhime për neve që i luajmë për qef, që si jemi profesional. Shpesh kom dasht me gjetë kohë për mi aranzhu për ndaj shok, ndaj shoqe që më mujt me lujt një vepër caktuar. Por kur nuk kom pas kohë, edhe nuk kom pas edhe aftësi teknike ta quajmë për aq mirë me zotru Sibeliusin këtë programin me cilin shkruajmë notacionin e muzikës. Por një ditë nuk disha me çfarë projekti me konkuru, Komunë Prishtinës për shembull, kur bo hapja, thash hajde bëj çit eksperiment për veti, edhe është diçka e re që se ka bo dikush për këto zhanre, sidomos për këto zhanre të rock, këngë të njoftuna të cilat ne i kemi dëgjuar si tri, edhe sot ka aranzhmane të ndryshme që luhen për artistëve të ndryshëm. Thesha pse mos me bo një libër për një nivel mesatar, jo shumë të vështira, jo shumë të lehta, më thonë që secili që ka kryer ashta 4 vjet shkollës muzikës me mujt mi performu këto këngë.